Me rastin e Kurban Bajramit, Myftynia e Rrethit Vlorës ka shtruar pritjen tradicionale. Harmonia fetare është një nga traditat më të mira të Vlorës dhe vendit tonë. Drejtuesit e komuniteteve fetare në Vlorë ishin në pritjen e shtruar nga Myftynia e Rrethit për të uruar dhe për të përcjellë mesazhet e tyre në këtë ditë. Përfaqësues të komunitetit ortodoks dhe katolik e cilësojnë një ditë të shenjtë, ditën e sakrificës, ditën e paqes, por edhe ditën e dhuratave. Sot kam ardhur për të uruar Myftion, mikun tim, dhe gjithë besimtarët musliman, në këtë ditë të shenjtë të tyre të Kurban Bajramit, dita e sakrificës, dita e falënderimit të Zotit, edhe dita e dhuratave quajun, edhe dita e paqes patjetër, edhe në këto ditë janë ditë të gëzueshme, jo vetëm për besimtarët musliman, por për të gjithë edhe në të tjerët. Edhe unë marr pjesë në gëzimin e tyre. Edhe uroj të kenë festa e gëzime, paqe, dashuri me njëri tjetrin. Gëzuar, mëfti gëzuar. Unë falenderoj shumë, gëzuar. Jemi këto si përfaqësues të Kishës Katolike për të uruar vëllezërit tonë musliman, gëzuar Kurban Bajramin. Është bukur kur festojnë së bashkut, edhe kjo tregon qartë harmoninë fetare që është jo vetëm Vlorë, por në gjithë Shqipërinë. Edhe në këtë rast ne si komunitet katolik i bëjmë thirrje gjithë komunitetet fetare që të promovojmë paqen, harmoninë, mirëkuptimin, mjaft me vatra luftet, me urrëtie, me grinje, por gjithsesi të punojmë, kontribojmë, të japim kontributin tonë minimal paktën për atë ku jetojmë, për paqen, për harmoninë, për bashkëpunimin, jo vetëm mes feve, por edhe mes shoqërisë përgjithësi ku jetojmë. Tu e di se kemi vetëm një Zot, një hyj, ai është krijuesi i gjithëve, edhe taj gjithmonë do japim llogari. Edhe një herë vëllezërve tonë, gëzuar Kurban Bajramin, gëzuar gjithëve. Edhe politika mori pjesë në pritjen tradicionale të shtruar nga Myftynia e Vlorës. Deputetët aktual të qarkut, por edhe deputetët e rinj, ndanë mesazhet e tyre për këtë ditë të shënuar, një ditë që shpreh besimin në Zot. Mbarësi dhe mirësi, shëndet dhe harmoni kanë qenë mesazhet e deputetëve të qarkut të Vlorës. Ditë e shënuar që ne festojmë rregullisht është Kurban Bajrami, një ditë që mbi të gjitha shpreh besimin tek Zoti te Allahu, besimin e njerëzve vërtet besnik, për arsye të historisë që ka kjo fest, dhe do t'ju uroj të gjithë besimtarëve musliman këtu në qytetin e Vlorës, në qark, në gjithë Shqipërinë, kudo që janë, gëzuar këtë fest, kenë mbarësi, mirësi dhe suksese në jetën e tyre. Gëzuar dhe juve, keni të mira besimtarët. Uroj gjithë besimtarët musliman gëzuar festën e Bajramit, Zoti ja pranoft Kurbanin dhe sakrificën e tyre. Le të jetë kjo ditë e bekuar si një ditë dhe kujtesë e vlerave më të mira njerëzore, solidaritetit, mëshirimit dhe faljes. Qofshi gjithmonë të bekuar e të rrethuar nga besimi dhe Zoti dhe dashuria e Zotit. Uroj gjithë vlonjatët e gjithë shqiptarët gëzuar festën e Kurban Bajramit, festën e sakrificës, së besimit dhe dashurisë. Uroj të keni shëndet edhe sa më shumë harmoni në midis nesh. Nuk munguan as urimet më të përzemërta nga drejtuesit më të lartë të shtetit dhe të pushtetit në Vlorë. Një fest kjo e paqes dhe harmonisë sipas tyre, ndërsa theksuan se harmoninë fetare duhet ta ruajmë me krenari dhe dinjitet. Uroj gjithë besimtarët musliman për këtë festë, e cila është festë e paqes, festë e harmonisë, dhe por njëkohësisht jo vetëm besimtarët musliman, por gjithë, sepse në fundit kjo është festë e jona, e përbashkët, dhe në këtë kuadër është këto na kujtojnë dhe janë dhe si pikë lidhje, pikërisht për të na kujtuar edhe këtë harmoni, këtë veçoritë kaq të vyer që kemi ne si popull, dhe që duhet ta mbajmë me shumë krenari dhe me shumë dinjitet, dhe që në vetvete na dallon në gjithë aspektet e veçantë të jetës sonë, krahasimisht edhe me të tjerët. Kështu që në këtë kuadër unë vërtet i uroj komunitetin musliman për këtë festën, por njëkohësisht uroj të gjithë së bashku për këtë shenjë solidariteti, për këtë shenjë paqe dhe për këtë harmonitë që kemi mes vetes tonë. Falenderoj të gëzuar. Nga pritja e Myftynisë Vlorës, gjej rastin të uroj gjithë besimtarët musliman, gëzuar festën e sakrificës,
dhe kam një lutje dhe një thirrje për të gjithë besimtarët gjatë lutjeve tona ditën e sotshme. Le të lutemi për të gjithë ata që me të vërtet sot gjenden në momente të vështira dhe në këtë ditë feste nuk i gjen në fest, por i gjen në një sakrificë apo sakrifica të dimshme që heqin. Le të bëjmë ata pjesë të lutjeve tona, Zoti ndihmoft dhe u sjell paqe dhe mirësi sa më shpejt. Gëzuar dhe një herë të gjithëve. Bashkia e Vlorës juron gjithë qytetarëve vlonjat dhe në veçanëri komunitetit musliman në këtë festë të sakrificës, gëzuar, solidariteti dhe paqja zotroft gjatë gjithë jetës tyre dhe mbi të gjitha në këtë ditë veçantë jetë një ditë reflektimi për të kuptuar dhe mirë kuptuar dhe dëgjuar zemrën tonë për veprat e mira sikur se diskutuam edhe më herët. Bukur të Kurban Bayramit, bëm vizita të rastit me ftesë të Miftiut të Vlorës dhe në krajsinë tonë. Dëshiroj që t'i uroj gjithë besimtarëve vlonjat, gjithë besimtarëve shqiptarë, gjithë qytetarëve, në përgjithësi gëzuar Bajramin, qoftë një ditë e bekuar për çdo familje. Gëzuar dhe ju mediat, gëzuar gjithë shqiptarët. Gëzuar. Në këtë ditë të shënuar Myftinia e Rrethit Vlorës u vizitua edhe nga drejtues dhe përfaqësues të forcave politike, si dhe institucioneve të ndryshme, të cilët përcollën urimet me rastin e Kurban Bayramit. Një gëzuar të përzemërt për gjithë besimtarët musliman në këtë ditë që tregon sakrificën dhe përkushtimin ndaj Zotit dhe vërtet është një ditë e besimit musliman, por është një ditë përkushtimi ndaj Zotit që u referohet gjithëve, duhet gjithë ta reflektojmë, sepse padyshim që është një ditë ku zemra e mirë edhe përkushtimi janë ato që do të na bëjnë të bëjmë edhe punë më të mira. Gëzuar për gjithë, shëndet dhe mbarësi. Qofti pranuar Kurbani, ju uroj vlonjatëve shqiptarëve dhe këtu kudo që janë, gëzuar Kurban Bayramin, mbi zotëroft paqja, mirësia dhe begatia te familjet e tyre. Faleminderit. Është një ditë e shënuar për të gjithë besimtarët, shqiptarë dhe mtutje dhe mgjerë. Kështu që në këtë ditë të shënuar unë duhet të them vetëm fjalë të shënuara. Gëzuar Kurban Bayramin, paqe, lumturi, harmoni, shëndet për të gjithë shqiptarët dhe të gjithë besimtarët musliman. Gëzuar, se vetëm nëpërmjet dritës dhe mendjes së Zotit të Madhërisëm ne mund të gjejmë rrugën e duhur. Faleminderit dhe gëzuar. Në këtë ditë shënuar të Kurban Bayramit, urojmë gjithë besimtarët musliman, gëzuar Kurban Bayramin, sa më shumë paqe, harmoni, begatin, familjet e tyre. Gjithë shqiptarët, në veçantë një urim doja të bëja duke ndjerë dhe duke e parë me sy tanë, jo vetëm ne, po gjithë bota po e shikon. Dhe inshallah një lutje bëj për vëllezërit tanë në Gaza të reflektohet dhe inshallah një paqe sa më shpejt. Njëkohësisht dhe të vëllezërit tanë jo të pjesës fesë, sepse asnjëherë nuk duhet të ndajemi të krishterë dhe musliman, njëkohësisht dhe atje ku është front tjetër lufte në Ukrainë. Paqja mbi zotëroft kudo në botë. Ju uroj gëzuar Kurban Bayramin gjithë qytetarëve të Vlorës dhe qoftë një vit i mbarë dhe i begaft. Jem i këtu për të uruar këtë fest dhe si gjithmonë qyteti i Vlorës ka pas një harmoni në të gjitha festat që ne në këtë qytet dhe në gjithë Shqipërinë i kemi uruar njëri tjetrin dhe gjithmonë kemi përcjell urime dhe mbarësi për të gjithë. Faleminderit dhe gëzuar. Urimet më të mira për festën e Kurban Bayramit gjithë besimtarëve. Paqe, qetësi, shëndet, lumturi në familjet e tyre të gjithëve. Faleminderit.